Deri në minutën e fundit besova se do të shpëtonim parat, thot një ish zyrtar i lartë i Bankës së Shqipërisë, duart ende duke i rrahur pas 30 vitesh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Në dhjetor të vitit 26, ai ishte në zyrën e Gramos Pashkos kur ekonomisti i famshëm hodhi mbi tavolinë një dosje me shifra që do të tronditnin çdo qeveri normale. Brenda asaj dosjeje ishin provat se firmat piramidale po gëlltinin çdo lek të shqiptarëve. Ishin hartat e rrjetit të korrupsionit që lidhte politikanët me hajdutët. Ishin paralajmërimet e sakta se çfarë do të ndodhte në mars të vitit 27. Por askush nuk e dëgjoi. Pse? Çfarë e bëri qeverinë shqiptare të injoronte një nga ekonomistët më të respektuar të vendit? Dhe më e rëndësishmja, a ishte Gramos Pashko thjesht një profet i injoruar, apo dinte diçka më shumë se sa na thot historia zyrtare? Në janar të vitit 27, kur rrugët e Tiranës ende nuk ishin kthyer në fusha betejë, Gramos Pashko thiri një konferencë për shtyp që askush nuk e priste. Ai nuk ishte më ministër. Nuk ishte më në qeveri. Por ajo që tha atë ditë do të mbetej e gdhendur në kujtesën e çdo gazetari që ishte prezent. Brenda 3 muajve, Shqipëria do të shpërthej, tha ai me një qetësi që friksonte më shumë se çdo britme. Gazetarët e shikuan me skepticizëm. Si mund të dinte ai me aq saktësi? Çfarë informacioni kishte që qeveria pretendonte se nuk ekzistonte? Pashko nxori nga çanta e tij një tufë dokumentesh. Ishin raporte financiare të firmave piramidale që ai kishte grumbulluar fshehurasi. Ishin dëshmi bankare që tregonin se parat nuk po investoheshin askund. Ishin lista me emra politikanësh që kishin llogari sekrete në këto firma. Unë kam paralajmëruar qeverinë prej 6 muajsh, tha ai. Ata zgjodhen të mos më dëgjojnë. Tani populli do të paguajë çmimin. Por kush ishte me të vërtet Gramos Pashko? Për ta kuptuar rolin e tij në katastrofën e vitit 27, duhet të kthehemi në vitet e para pas rënies së komunizmit. Në mars të vitit 21, kur Shqipëria sapo kishte hapur dyert drejt demokracisë, Pashko ishte një nga figurat më të shpresëdhënëse të vendit. Ai kishte studiuar ekonomi në Perëndim. Kishte punuar me institucionet ndërkombëtare. Kur u bë zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë në qeverinë e parë demokratike, shumë shqiptarë besonin se më në fund kishin një njeri që e kuptonte ekonominë moderne. Por që në muajt e parë, Pashko filloi të shihte diçka që të tjerët nuk e shihnin. Ai pa se si bizneset e para private po krijoheshin pa asnjë kontroll. Pa se si parat po lëviznin jashtë vendit pa asnjë gjurmë. Pa se si politikanët po bënin marrëveshje me njerëz që askush nuk i njihte. Kjo nuk është ekonomi tregu, i tha ai kryeministrit Ylli Bufi. Kjo është kaos i organizuar. Por askush nuk donte ta dëgjonte. Të gjithë ishin të dehur nga liria e re. Të gjithë besonin se pasuria do të vinte shpejt dhe lehtë. Në shtator të vitit 21, Gramos Pashko dha dorëheqjen nga qeveria. Arsyeja zyrtare ishte mosmarrëveshje për politikat ekonomike. Por ata që ishin afër tij dinin të vërtetën. Ai kishte zbuluar diçka që e kishte tronditur thellë. Gjatë një auditimi rutin të Bankës së Shqipërisë, Pashko kishte gjetur prova se disa zyrtarë të lartë po transferonin fonde shtetërore në llogari private. Kur ai kërkoi hetim, u tha se ishte shumë i ri në politikë dhe se kështu funksionojnë gjërat në botën reale. Pashko refuzoi të heshte. Ai shkroi një raport prej 50 faqesh ku detajonte çdo transaksion të dyshimit që kishte gjetur. E dërgoi raportit te presidenti, te kryeministri, te kryetari i kuvendit. Përgjigja: heshtje absolute. Brenda një jave, ai nuk ishte më ministër. Por a ishte kjo fundi luftës së tij, apo vetëm fillimi? A e dinte Pashko tashmë se çfarë po vinte? Dhe nëse e dinte, pse nuk bëri më shumë për ta ndalur? Vitet 22 deri 26 ishin periudha kur Gramos Pashko u kthye në atë që ai e quante vëzhguesi i jashtëm. Pa pushtet politik, por me njohuri të thella ekonomike, ai filloi të monitoronte nga afër zhvillimet financiare në Shqipëri. Dhe ajo që pa e alarmoi thellësisht. Në vitin 23 filluan të shfaqeshin firmat e para që premtonin fitime marramendëse. Vefa Holdings ofronte 40% fitim në muaj. Gjallica premtonte të dyfishonte parat tuaja në 6 muaj. Gjaferi, Populli, Cenaj, Silva, emra që së shpejti do të bëheshin sinonime të katastrofës.
Pashko i studioi këto firma me kujdes. Ai kërkoi bilancet e tyre. Kërkoi të shihte ku po investoheshin paratë. Kërkoi të kuptonte modelin e tyre të biznesit. Ajo që gjeti ishte asgjë. Absolutisht asgjë. Këto firma nuk kishin asnjë investim real. Nuk kishin fabrika, nuk kishin tregti, nuk kishin asgjë që mund të gjeneronte fitimet që premtonin. Ishin piramidale klasike, po paguanin investitorët e vjetër me paratë e investitorëve të rinj. Dhe çdo ekonomist i arsimuar e dinte se kjo nuk mund të vazhdonte përgjithmonë. Por këtu vjen pyetja që ende nuk ka përgjigje të plotë. Nëse Gramos Pashko e dinte që në vitin 23 se këto ishin skema piramidale, pse nuk bëri më shumë shurmë? Pse nuk doli në televizion çdo ditë duke paralajmëruar popullin? Ish kolegët e tij kanë versione të ndryshme. Disa thonë se ai u përpoq, por mediat nuk i dhan hapësirë. Të tjerë thonë se ai shkroi artikuj në gazeta, por askush nuk i lexoi. Ka edhe ata që hedhin dyshime më të errëta. Gramos kishte lidhje me disa nga këto firma, thot një ish deputet që kërkon të mbetet anonim. Jo drejt për drejt, por nëpërmjet njerëzve të tij. Ai dinte shumë më tepër se sa na thotë. A është kjo e vërtetë? Dokumentet që kemi sot nuk e provojnë. Por as nuk e hedhin poshtë plotësisht. Në arkivat e Bankës së Shqipërisë ekziston një dosje me kodin YM0544. Kjo dosje përmban korrespondencë midis Pashkos dhe disa drejtuesve të firmave piramidale. Letra janë të kujdesshme, profesionale, por ngren pyetje. Pse po komunikonte Pashko me këta njerëz? Apo kërkonte informacion, apo po ofronte këshilla? Në maj të vitit 25, Gramos Pashko bëri diçka të pazakonë. Ai organizoi një seminar privat për disa prej investitorëve më të mëdhenj në firmat piramidale. Seminari u mbajt në një hotel në Durrës, larg syve të mediave. Aty ishin të pranishëm njerëz që kishin futur qindra mijëra dollar në këto skema. Pashko u foli atyre për 3 orë. Ata që ishin prezent thonë se ai ishte i qartë dhe i drejtë për drejtë. Ju po humbisni paratë tuaja, u tha ai. Këto firma nuk kanë asgjë reale. Kur piramida të shembet dhe do të shembet, ju nuk do të shihni asnjë lek. Por reagimi ishte i pabesueshëm. Njerëzit filluan ta fyenin. Disa u ngritën dhe dolën nga salla. Një burr i moshuar i bërtiti, ti je xhelos sepse ne po bëhemi të pasur dhe ti mbete i varfër me diplomën tënde. Kjo sken tregon diçka thelbësore për atë kohë. Shqiptarët nuk donin të dëgjonin të vërtetën. Ata donin të besonin në mrekullinë. Dhe kush u përpoqte tua thoshte të vërtetën konsiderohej armik. Por Pashko nuk u dorëzua. Në shtator të vitit 25, ai shkroi një letër të hapur drejtuar presidentit Sali Berisha. Letra ishte e publikuar në gazetën Koha Jon dhe ishte një paralajmërim i qartë. Zoti president, shkruante Pashko, Shqipëria po ecën drejt një katastrofe ekonomike. Firmat piramidale kanë grumbulluar tashmë mbi 1,2 miliard nga qytetarët. Kjo është më shumë se gjysma e produktit të brendshëm brut të vendit. Kur këto firma të falimentojnë dhe do të falimentojnë, pasojat do të jenë katastrofike. Ju lutem, ndërmerrni masa urgjente. Përgjigjja e Berishës erdhi 2 javë më vonë, gjithashtu nëpërmjet një interviste në televizion. Zoti Pashko është një ekonomist i mirë, por nuk e kupton realitetin e ri shqiptar, tha presidenti. Këto firma po krijojnë vende pune. Po sjellin investime. Shteti nuk duhet të ndërhyjë në ekonominë e lirë. Kjo përgjigje tregonte qartë se qeveria nuk kishte ndërmend të vepronte. Por pse? A ishte thjesht ignorancë, apo kishte diçka më të thellë? Dokumentet që u desekretizuan në vitin 2011 hedhin dritë mbi këtë pyetje. Rezulton se disa prej firmave piramidale më të mëdha kishin lidhje të drejtpërdrejta me Partinë Demokratike në pushtet. Vefa Holdings kishte financuar fushatën elektorale të vitit 24. Gjallica kishte dhënë donacione për ndërtimin e selisë së re të partisë. Xhaferi kishte paguar udhëtime jashtë shtetit për disa ministra. Këto nuk ishin thjesht dyshime, ishin fakte të dokumentuara në raportet e prokurorisë së krimeve të rënda. Pra, qeveria nuk po injoronte paralajmërimet e Pashkos nga ignoranca. Po injoronte sepse ishte e përfshirë. Politikanët po përfitonin nga këto skema.
Dhe sa më gjatë të vazhdonte piramida, aq më shumë para do të rrjedhin në xhepat e tyre. Por çfarë mendonte Pashko për këtë? A e dinte ai për këto lidhje? Dhe nëse po, pse nuk i bëri publike? Në dhjetor të vitit 26, situata arriti në një pikë kritike. Firma Sude u shemb e para. Mijëra investitor humbën kursimet e tyre. Njerëzit dolën në rrugë duke protestuar. Por qeveria i qetësoi duke thënë se Sude ishte një rast i izoluar dhe se firmat e tjera ishin të shëndetshme. Gramoz Pashko e dinte se kjo ishte gënjeshtër. Ai kishte të dhënat. Ai e dinte se të gjitha firmat e tjera ishin në të njëjtën situatë si Sude. Ishte vetëm çështje kohe. Dhe koha po mbaronte shpejt. Në janar të vitit 27, Pashko mori një vendim të guximshëm. Ai vendosi të publikonte të gjitha të dhënat që kishte grumbulluar. Ai thiri konferencën për shtyp që përmendëm në fillim. Dhe për herë të parë, ai nuk u përpoq të ishte diplomatik. Ai i quajti gjërat me emrin e tyre. Kjo është vjedhje e organizuar, tha ai. Dhe qeveria është bashkëfajtore. Por ai ishte tashmë shumë vonë. Në shkurt të vitit 27, firma Gjallica ndaloi pagesat. Brenda një jave, edhe Xhaferi, populli dhe cena i bën të njëjtën gjë. Vetëm Vefa vazhdonte ende, por të gjithë e dinin se edhe ajo ishte në prag të kolapsit. Shqiptarët filluan të kuptojnë se Gramoz Pashko kishte pasur të drejtë. Por tashmë ishte shumë vonë. Mbi $1 miliard ishin zhdukur. 2/3 e popullsisë kishin humbur kursimet e tyre. Dhe zemërimi po kthehej në dhunë. Në mars, Shqipëria shpërtheu. Qytetet të tëra u dogjen. Depot e armëve u plaçkitën. Njerëz u vranë në rrugë. Vendi ishte në anarki totale. Dhe Gramoz Pashko? Ai ishte në shtëpinë e tij në Tiranë, duke parë nga dritarja si vendi që ai kishte dashur po shkatërrohej. Unë ua thash, i tha ai gruas së tij. Unë ua thash dhe askush nuk më dëgjoi. Por a ishte kjo e vërteta e plotë? A kishte bërë ai vërtet gjithçka që mund të bënte? Apo kishte edhe diçka që ai po fshite? Në prill të vitit 27, kur forcat ndërkombëtare erdhën për të stabilizuar Shqipërinë, filluan hetimet e para serioze mbi firmat piramidale. Prokuroria kërkoi të marrë në pyetje të gjithë ata që kishin pasur informacion paraprak për skema. Dhe emri i Gramoz Pashkos ishte në listë. Ai u thirr për dëshmi në maj. Seanca zgjati 8 orë. Pashko solli me vete të gjitha dokumentet që kishte grumbulluar vite më parë. Ai tregoi se si kishte paralajmëruar qeverinë. Si kishte shkruar raporte. Si kishte folur publikisht. Por prokurori i bëri një pyetje që e bëri Pashkon të heshte për disa sekonda. Zoti Pashko, ju keni thënë se e dinit që në vitin 23 se këto ishin skema piramidale. Pse nuk shkuat në polici? Pse nuk bëtë kallëzim penal? Pashko mori frym thellë. Sepse nuk kisha prova të mjaftueshme për kallëzim penal, tha ai. Kisha dyshime, kisha analiza ekonomike, por nuk kisha dokumente që provonin vepër penale. Por a ishte kjo e vërtet? Apo kishte diçka tjetër që e kishte penguar? Disa javë pas dëshmisë së Pashkos, një dokument i çuditshëm u shfaq në arkivat e prokurorisë. Ishte një kontratë konsulence midis Gramoz Pashkos dhe një firme të quajtur Invest Albania, e cila kishte lidhje me Vefa Holdings. Kontrata ishte nënshkruar në shtator të vitit 24 dhe parashikonte që Pashko të jepte këshilla ekonomike në këmbim të një pagese mujore prej $5.000. Kur gazetarët e pyetën për këtë, Pashko nuk e mohoi. Po, unë kam pasur një kontratë konsulence, tha ai. Por kjo ishte para se të kuptoja se Vefa ishte skem piramidale. Sa po e kuptova, e ndërprera kontratën me njëherë. Regjistrat tregojnë se kontrata u ndërpre në mars të vitit 25. Por pyetja mbetet, a ndikoi kjo kontratë në atë se sa agresiv ishte Pashko në paralajmërimet e tij të hershme? A e bëri kjo të hezitonte të fliste publikisht? Ish kolegët e Pashkos kanë mendime të ndryshme. Gramoz ishte në një pozitë të vështirë, thot një ish ministër. Ai e dinte të vërtetën, por nëse fliste shumë fort, do ta akuzonin se kishte interesa personale. Nëse heshte, do ta akuzonin se ishte bashkëfajtor. Ai zgjodhi një rrugë të mesme, të paralajmëronte pa qenë shumë agresiv. Por kjo rrugë e mesme nuk ishte e mjaftueshme.
Të tjerë janë më kritik. Gramos mund të kishte bërë më shumë, thot një gazetar që e ka ndjekur nga afër. Ai kishte platformën. Kishte kredibilitetin. Nëse ai do të kishte dalë në televizion çdo javë duke paralajmëruar njerëzit, ndoshta do të kishte shpëtuar disa nga ta. Por ai zgjodhi të ishte i kujdesshëm, të mos e rrezikonte reputacionin e tij. Dhe kjo kujdes i kushton Shqipërisë shumë shtrenjtë. Por ka edhe një version tjetër të kësaj historie. Një version që rrallë diskutohet, por që disa burime e konsiderojnë të mundshëm. Sipas këtij versioni, Gramos Pashko nuk ishte thjesht një vëzhgues i jashtëm. Ai ishte pjesë e një grupi ekonomistësh dhe biznesmenësh që po përpiqeshin të krijonin një sistem financiar alternativ në Shqipëri. Ky grup besonte se firmat piramidale, nëse rregulloheshin dhe kontrolloheshin, mund të transformoheshin në institucione financiare legjitime. Pashko, sipas kësaj versioni, po përpiqej të ndikonte këto firma nga brenda, të bënte që ato të investonin në projekte reale, të shndërroheshin në banka apo fonde investimi. Por kur pa se kjo ishte e pamundur, se drejtuesit e këtyre firmave nuk kishin asnjë interes për legjitimitet, ai u tërhoq dhe filloi të paralajmëronte publikisht. A është ky version i vërtet? Dokumentet që kemi nuk e konfirmojnë plotësisht. Por as nuk e hedhin poshtë. Ajo që e dim me siguri është se pas krizës së vitit 27, Gramos Pashko u bë një figurë e kontestueshme. Për disa, ai ishte profeti që askush nuk e dëgjoi. Për të tjerë, ai ishte një oportunist që dinte shumë më tepër se sa pranoi. Vet Pashko nuk foli shumë për këtë periudhë në vitet që pasuan. Ai u tërhoq nga politika aktive. U fokusua në punën akademike. Dhe kur vdiq në vitin 2015, shumë pyetje mbetën pa përgjigje. Por historia e tij na mëson diçka të rëndësishme. Në kohë krize, të qenit i drejtë nuk mjafton. Duhet të jesh edhe i guximshëm. Duhet të jesh gati të rrezikosh gjithçka për të thënë të vërtetën. Dhe kjo është diçka që Gramos Pashko, me të gjitha cilësitë e tij, ndoshta nuk e bëri plotësisht. A do ta bënte ndryshe nëse do të kthehej prapa? Kjo është një pyetje që vetëm ai mund ta përgjigjte. Por ne mund të mësojmë nga gabimet e tij. Sepse historia, siç e dim, ka zakon të përsëritet. Në qershor të vitit 27, kur pluhuri filloi të zbriste mbi rënojat e Shqipërisë, një dosje e veçantë u gjet në zyrën e braktisur të Vefa Holdings. Brenda saj ishin faqe të shuara me ngjyrë të kuqe, dokumente që duhej të ishin djegur, por dikush kishte harruar. Aty ishin lista me emra. Jo emra të zakonshëm investitorësh, por emra politikanësh, gjyqtarësh, drejtuesish të lartë të policisë. Pranë çdo emri kishte një shifër. Disa shifra ishin në mijëra dollar. Të tjera në qindra mijëra. Dhe në fund të listës, me shkrim dore, dikush kishte shtuar një shënim, GP, konsulent, 5.000 në muaj, të mbahet konfidencial. Kush ishte GP? Prokuroria e dinte. Por pyetja ishte, çfarë kishte bërë saktësisht Gramos Pashko për këto para? A kishte dhënë thjesht këshilla ekonomike, apo kishte ndihmuar në diçka më të errët? Dhe pse ky shënim duhej të mbahej konfidencial? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në dimrin e vitit 24. Atëherë kur Pashko për herë të parë u takua me Vebi Ali Muçajn, themeluesin e Vefa Holdings. Takimi u organizua nga një mik i përbashkët, një biznesmen që kishte interesa si në Perëndim ashtu edhe në Shqipëri. Vebi dëshiron të takojë një ekonomist të vërtet, i tha miku Pashkos. Ai ka para, por nuk di si ti menaxhoj. Ti mund ta ndihmosh. Pashko pranoi. Takimi u mbajt në një restorant luksos në Tiranë. Ali Muçaj erdhi me 2 truproja dhe një çantë plot dokumente. Zoti Pashko, tha ai, unë kam ndërtuar një biznes që po rritet shpejt. Shumë shpejt. Por njerëzit po thonë se është piramidë. Ju jeni ekonomist. Më thoni si ta bëj legjitim. Pashko studioi dokumentet. Ajo që pa e shqetësoi. Nuk kishte asnjë investim real. Të gjitha parat po rrotulloheshin brenda sistemit. Zoti Ali Muçaj, tha Pashko, për ta bërë këtë legjitim, ju duhet të investoni në projekte reale. Fabrika, ndërtesa, tregti. Jo vetëm të premtoni fitime. Ali Muçaj buzëqeshi. Dhe ju mund të më ndihmoni të gjej këto investime? Pashko hezitoi. Pastaj tha, mund të provoj.
Ky ishte fillimi i një marrëdhënieje që do të ndjek Gramoz Pashkon për pjesën tjetër të jetës së tij. Gjatë vitit 25, ai u takua me Ali Muçajn të paktën një herë në muaj. Ai propozoi projekte investimi. Solli investitor të mundshëm nga perëndimi. Përpiqej të transformoj Vefa nga një skem piramidale në një kompani të vërtetë. Por çdo herë që propozonte diçka, Ali Muçaj gjente një arsye për të shtyrë. Jo tani, Gramoz, thoshte ai. Së pari duhet të grumbullojmë më shumë kapital. Pashko filloi të kuptonte se Ali Muçaj nuk kishte asnjë interes për legjitimitet. Ai thjesht donte të përdorte emrin e Pashkos për të fituar kredibilitet. Dhe Pashko, duke marrë $5.000 në muaj, po e jepte atë kredibilitet. Kur e kuptoi këtë, në mars të vitit 25, ai e ndërpreu kontratën. Por dëmi ishte bërë. Emri i tij ishte lidhur me Vefa. Dhe kur piramida u shemb, shumë njerëz do ta akuzonin se ai kishte qenë pjesë e skemës. Por a ishte Pashko i vetmi ekonomist që u përfshi me firmat piramidale? Jo. Dokumentet tregojnë se të paktën 5 ekonomistë të tjerë me reputacion të mirë kishin kontrata të ngjashme. Disa me Vefa, të tjerë me Gjallica apo Xhaferi. Të gjithë me të njëjtin justifikim, po përpiqeshin ta bënin sistemin më të sigurt. Por asnjë prej tyre nuk arriti. Dhe asnjë prej tyre nuk foli publikisht për atë që po shihte nga brenda derisa ishte shumë vonë. Pse? Një ish koleg i Pashkos e shpjegon kështu: ne të gjithë mendonim se mund t'i ndryshojmë nga brenda. Mendonim se nëse largoheshim, gjërat do të bëheshin edhe më keq. Kështu që qëndruam, duke shpresuar se do të mund të ndikojmë. Por në realitet, prania jon thjesht u dha atyre legjitimitet. Ne u bëm pjesë e problemit, jo e zgjidhjes. Në gusht të vitit 25, Gramoz Pashko mori një vendim që shumë e konsiderojnë si momentin kur ai më në fund zgjodhi anën e duhur. Ai shkroi një artikull të gjatë në gazetën Koha Jon me titull Piramida që po gëlltit Shqipërinë. Në këtë artikull, ai për herë të parë përdori termin piramid publikisht. Ai shpjegoi me detaje se si funksionojnë këto skema. Si ato janë të destinuara të dështojnë. Si askush nuk mund të ofrojë 40% fitim në muaj pa pasur investime reale. Artikulli shkaktoi reagime të forta. Vefa Holdings e paditën për shpifje. Qeveria e akuzoi për alarmizëm. Disa gazetarë të lidhur me regjimin e quajtën xheloz dhe pesimist. Por Pashko nuk u tërhoq. Ai vazhdoi të shkruante. Çdo javë, një artikull i ri. Çdo artikull më i fortë se i mëparshmi. Deri në dhjetor, kur sude u shemb dhe njerëzit filluan të kuptojnë se ai kishte pasur të drejtë. Por edhe atëherë, qeveria refuzoi të vepronte. Në janar të vitit 26, kur Pashko thiri konferencën e famshme për shtyp, ai solli me vete diçka që askush nuk e priste. Një kaset audio. Kjo kaset, tha ai, përmban një bisedë midis një ministri të qeverisë dhe drejtorit të një firme piramidale. Në këtë bisedë, ministri premton mbrojtje politike në këmbim të financimit të fushatës elektorale. Gazetarët u ngritën në këmbë. Kjo ishte bomba që të gjithë e prisnin. Por Pashko nuk e luajti kasetën. Nuk mund ta publikoj këtë pa pëlqimin e prokurorisë, tha ai. Por e kam dorëzuar tek autoritetet kompetente. Tani është përgjegjësia e tyre të veprojnë. Prokuroria nuk veproi kurrë. Kaseta u humb në arkiva. Dhe deri sot, askush nuk e ka dëgjuar atë bisedë. Por ekzistenca e saj tregon se Pashko kishte prova konkrete për lidhjet midis qeverisë dhe firmave piramidale. Pse nuk i bëri publike? A ishte frikë? Apo kishte diçka tjetër? Një burim i afërt me Pashkon, që kërkon të mbetet anonim, ofron një shpjegim tjetër. Gramoz kishte frikë jo për veten, por për familjen e tij, thot ky burim. Ai kishte marrë kërcënime. Njerëz të panjohur kishin ardhur në shtëpinë e tij natën. Makina e tij ishte ndjekur. Ai e dinte se nëse shkonte shumë larg, mund të ndodhte diçka e keqe. Kështu që zgjodhi të jepte informacionin tek autoritetet, duke shpresuar se ata do të vepronin. Por autoritetet ishin pjesë e problemit. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Pashko nuk ishte thjesht një profet i injoruar. Ai ishte një njeri i friksuar që po përpiqej të bënte të drejtën në një sistem që ishte plotësisht i korruptuar. Por a justifikon kjo heshtjen e tij të pjesshme?
A duhet ai të kishte rrezikuar gjithçka për të folur më fort? Në shkurt të vitit 27, kur firmat filluan të bien njëra pas tjetrës, Gramos Pashko u bë një figurë e kërkuar. Të gjithë donin ta dëgjonin. Televizionet e ftonin çdo ditë. Gazetat i kushtonin faqe të tëra. Dhe për një moment dukej sikur ai më në fund po merrte vëmendjen që meritonte. Por ishte shumë vonë. Parat ishin zhdukur. Njerëzit ishin në rrugë. Dhe dhuna po përhapej. Pashko doli në televizion dhe bëri një apel për qetësi. Dhuna nuk do t'i kthej parat tuaja, tha ai. Ajo që na duhet tani është drejtësi. Duhet të gjejmë se ku shkuan parat. Duhet të ndëshkojmë ata që janë përgjegjës. Por njerëzit nuk donin drejtësi. Ata donin hakmarrje. Dhe shumë prej tyre e shihnin Pashkon si pjesë të sistemit që i kishte mashtruar. Në mars, kur situata arriti kulmin, Gramos Pashko mori një vendim që shumë e konsiderojnë si gabimin më të madh të tij. Ai pranoi të bëhej pjesë e një komisioni qeveritar për hetimin e firmave piramidale. Komisioni u krijuar nga qeveria e re e Bashkim Finos, që erdhi në pushtet pas krizës. Pashko mendoi se kjo ishte shansi i tij për të ndihmuar vërtet. Por shumë e pan këtë si tradhti. Si mund të hetosh një krim kur ti vetë ke qenë i përfshirë, shkroi një gazetë. Pashko po përpiqet të fshejë gjurmët e tij, shkroi një tjetër. Presioni publik u bë aq i madh sa pas vetëm 2 javësh, Pashko dha dorëheqjen nga komisioni. Unë nuk mund të punoj në një mjedis ku çdo veprim im interpretohet si përpjekje për të fshehur diçka, tha ai në një deklaratë. Unë kam ndërgjegjen të pastër. Por e kuptoj se prania ime në këtë komision po dëmton kredibilitetin e tij. A ishte kjo një tërheqje me dinjitet, apo një pranim i tërthort i fajit? Hetimet që pasuan zbuluan një rrjet korrupsioni që ishte edhe më i thellë se sa kushdo kishte imagjinuar. Rezultoi se jo vetëm politikan, por edhe gjyqtar, prokuror, drejtues policie, madje edhe disa gazetar kishin marrë para nga firmat piramidale. Sistemi i tërë ishte i infektuar. Dhe në këtë kontekst, roli i Gramos Pashkos dukej relativisht i vogël. Po, ai kishte pasur një kontratë konsulence me Vefa. Po, ai kishte hezituar të fliste shumë fort në fillim. Por krahasuar me të tjerët, ai kishte qenë një nga të pakët që kishte përpjekur të bënte diçka. Prokuroria e pyeti 3 herë. Çdo herë, ai dha të njëjtat përgjigje. Çdo herë, ai solli të njëjtat dokumente. Dhe në fund, në dhjetor të vitit 27, prokuroria njoftoi se nuk kishte prova të mjaftueshme për të ngritur akuza kundër Gramos Pashkos. Ai ishte i lirë. Por a ishte vërtet i pafajshëm? Opinioni publik mbeti i ndarë. Një sondazh i kryer në janar të vitit 28 tregoi se 53% e shqiptarëve besonin se Pashko dinte më shumë se sa tha. Vetëm 27% mendonin se ai ishte plotësisht i pafajshëm. Pjesa tjetër nuk kishin opinion. Vet Pashko rrallë fliste për këtë periudhë. Në një nga intervistat e rralla që dha në vitin 20, ai tha: "Unë bëra atë që mendova se ishte e drejta në atë kohë. Nëse do të kthehesha prapa, ndoshta do të veproja ndryshe. Ndoshta do të isha më agresiv. Por në atë kohë, me informacionin që kisha dhe me presionet që përballoja, bëra atë që mendova se ishte më e mira." A është kjo një pranim i gabimeve, apo një justifikim i tyre? Ajo që e dim me siguri është se pas vitit 27, Gramos Pashko nuk ishte më i njëjti njeri. Ai u tërhoq nga politika aktive. U fokusua në mësimdhënie dhe kërkime akademike. Shkroi disa libra për ekonominë shqiptare, por asnjë prej tyre nuk trajtoi drejt për drejt krizën e vitit 27. Kur gazetarët e pyesnin pse, ai thoshte: "Sepse ende ka shumë njerëz të gjallë që ishin të përfshirë. Dhe unë nuk dua të shkaktoj më shumë dhimbje." Por disa interpretuan këtë si frikë. Frikë se nëse do të fliste hapur, do të zbuloheshin edhe më shumë sekrete. Sekrete që ndoshta e përfshinin edhe atë. Në vitin 2015, kur Gramos Pashko vdiq në moshën 65 vjeç, shumë shqiptarë ndjen një përzierje emocionesh. Disa e kujtuan si një ekonomist të ndershëm që u përpoq të paralajmëronte kombin. Të tjerë si një oportunist që dinte shumë më tepër se sa pranoi. Të dyja këto versione mund të jenë të vërteta. Sepse njerëzit nuk janë as plotësisht të mirë, as plotësisht të këqij. Ata janë kompleks. Dhe Gramos Pashko ishte një njeri kompleks që jetoi në kohë komplekse.
Por pyetja që mbetet është, çfarë mund të kishte bërë ndryshe? Dhe çfarë mësimesh mund të nxjerrim ne nga historia e tij? Një mësim është i qartë, në kohë krize, heshtja është bashkëfajësi. Edhe kur ke arsye të mira për të heshtur, frikë për familjen, presione politike, marrëdhënie profesionale, heshtja në fund të fundit të bën pjesë të problemit. Pashko e kuptoi këtë shumë vonë. Dhe kur më në fund foli me zë të lartë, ishte tashmë shumë vonë për të shpëtuar vendin nga katastrofa. Por a mund ta fajsojmë vetëm atë? Çfarë për gazetarët që nuk hetuan? Çfarë për politikanët që injoruan paralajmërimet? Çfarë për vetë popullin që zgjodhi të besojë në mrekullin në vend që të dëgjojë ekspertët? Faji është kolektiv. Por ata që dinë më shumë kanë përgjegjësi më të madhe. Dhe Gramos Pashko dinte shumë. Sot, më shumë se 20 vjet pas vdekjes së tij, emri i Gramos Pashkos ende ngjall debate. Në universitete, ai mësohet si një nga ekonomistët më të rëndësishëm të Shqipërisë së pasluftës. Në media, ai shpesh përmendet si profeti i injoruar. Por në familjet që humbën gjithçka në vitin 27, emri i tij ende sjell hidhërim. Ai dinte, thon ata. Ai dinte dhe nuk bëri mjaftueshëm. A kam të drejtë? Ndoshta. Por ndoshta edhe ne, duke e gjykuar nga komoditeti i së tashmes, nuk e kuptojmë plotësisht presionin që ai përballoi. Ndoshta në vendin e tij, shumë prej nesh do të vepronin njësoj. Apo ndoshta jo. Kjo është një pyetje që secili prej nesh duhet ta përgjigjë për veten e tij. Në arkivat e Bankës së Shqipërisë ende ekziston dosja me kodin UM0544. Brenda saj janë të gjitha raportet që Gramos Pashko shkroi midis viteve 23 dhe 27. Janë letra që ai dërgoi te qeveria. Janë paralajmërimet që askush nuk i dëgjoi. Dhe në fund të dosjes ka një shënim me shkrim dore me datë 25 dhjetor 26, kam bërë gjithçka që kam mundur. Tani është në duart e Zotit. A ishte kjo e vërtet? A kishte bërë ai vërtet gjithçka? Apo kishte ende diçka më shumë që mund të kishte bërë? Historia nuk jep përgjigje të lehta, por na jep mësime. Dhe mësimi nga historia e Gramos Pashkos është i qartë, kur sheh të keqen, fol. Fol fort. Fol shpejt. Dhe mos u ndal derisa dikush të dëgjojë. Sepse heshtja, edhe kur është e justifikuar, në fund të fundit kushton jetë. Në arkivat e prokurorisë së krimeve të rënda ekziston një dosje që rrallë është hapur për publikun. Brenda saj janë dëshmi që nuk u përdorën kurrë në gjykatë, jo sepse nuk ishin të rëndësishme, por sepse ishin shumë të rrezikshme. Një nga këto dëshmi është një regjistrim audio nga tetori i vitit 26. Në këtë regjistrim dëgjohet zëri i Gramos Pashkos duke folur me një person të paidentifikuar. Nëse publikoj këto shifra tani, do të shkaktoj panik, thot Pashko. Por nëse pres më gjatë, do të jetë shumë vonë. Personi tjetër përgjigjet, Gramos, ti nuk e kupton. Nëse i publikon, nuk do të jetë vetëm panik. Do të jetë fundi yt. Kush ishte ky person? Pse po kërcënonte Pashkon? Dhe çfarë shifra ishin aq të rrezikshme sa mund të shkaktonin fundin e dikujt? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot. Por ekzistenca e këtij regjistrimi tregon se Gramos Pashko nuk ishte thjesht duke luftuar kundër ignorancës. Ai ishte duke luftuar kundër një sistemi që ishte gati të bënte gjithçka për të mbrojtur sekretet e tij. Për ta kuptuar thellësinë e këtij sistemi, duhet të shohim se çfarë po ndodhte në kulise gjatë vitit 26. Ndërsa Pashko po shkruante artikuj paralajmërues, qeveria po organizonte diçka krejtësisht të kundërt. Në gusht të atij viti, Ministria e Financave organizoi një konferencë me titull Suksesi i ekonomisë shqiptare. Në këtë konferencë, ministra dhe ekspertë të huaj flisnin për mrekullitë ekonomike që po ndodhnin në Shqipëri. Firmat piramidale u përmendën si modele të reja të ndërmarrësisë. Askush nuk foli për rreziqet. Askush nuk përmendi paralajmërimet e Pashkos. Dhe kur një gazetar i huaj pyeti për kritikat e ekonomistëve të pavarur, ministri i financave tha, ka gjithmonë pesimistë që nuk e kuptojnë progresin. Pashko ishte në sallë. Ai dëgjoi këto fjalë dhe kuptoi se lufta ishte e humbur. Qeveria nuk po injoronte thjesht paralajmërimet. Ajo po luftonte aktivisht kundër tyre. Por pse? Çfarë kishte qeveria për të fituar nga mbrojtja e firmave piramidale?
Dokumentet që u desekretizuan në vitet e mëvonshme japin një përgjigje shqetësuese. Rezulton se disa prej ministrave kryesor kishin investuar personalisht në këto firma. Jo me parat e tyre, me para që vinin nga donator anonim. Këta donator ishin vetë firmat piramidale që po përdornin skemën e mëposhtme, jepnin para politikanëve si investime, premtonin fitime të mëdha dhe kur vinte koha të paguanin, thjesht I shlyenin me parat e investitorëve të rinj. Në këtë mënyrë, politikanët po fitonin para reale nga një skemë që po grabit popullin. Dhe sa më gjatë të vazhdonte skema, aq më shumë para do të fitonin. Pashko e dinte këtë. Ai kishte dokumente që e provonin. Por çdo herë që përpiqej t'i publikonte, dikush e ndalonte. Gazetat refuzonin t'i publikonin. Televizionet anulonin intervistat. Dhe kur ai pyeste pse, përgjigja ishte gjithmonë e njëjtë, shumë e rrezikshme. Në nëntor të vitit 26, Gramoz Pashko mori një vendim të dëshpëruar. Nëse mediat shqiptare nuk do ta dëgjonin, ai do të shkonte tek mediat ndërkombëtare. Ai kontaktoi BBC, CNN, Reuters. U dha intervista të gjata ku shpjegoi me detaje se çfarë po ndodhte në Shqipëri. Tregoi për firmat piramidale, për lidhjet me qeverinë, për rrezikun e një kollapsi total. Këto intervista u transmetuan në gjithë botën. Dhe për një moment dukej sikur më në fund dikush po e dëgjonte. Banka Botërore dërgoi një mision hetimor në Shqipëri. Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkoi sqarime nga qeveria. Ambasadorët perëndimor filluan të bëjnë pyetje. Por qeveria shqiptare kishte një përgjigje të përgatitur. Zoti Pashko është një opozitar politik që po përpiqet të destabilizojë vendin, tha zëdhënësi I qeverisë. Ai ka interesa personale në dështimin e këtyre firmave sepse ato po krijojnë një klasë të re të pasur që nuk varet nga elita e vjetër. Kjo ishte një gënjeshtër e pastër. Por funksionoi. Shumë diplomat perëndimor, të pasigurt se kujt t'i besonin, zgjodhen të mos ndërhynin. Dhe kështu, Shqipëria vazhdoi të ecte drejt humnerës. Në dhjetor të vitit 26, firma Sude u shem. Ishte shenja e parë e asaj që do të vinte. Por qeveria e trajtoi si një rast të izoluar. Ata arrestuan drejtorin e Sude dhe e akuzuan për mashtrim. Por nuk prekën asnjë nga firmat e tjera. Madje, disa ministra dolën publikisht dhe I siguruan njerëzit se firmat e tjera ishin të shëndetshme dhe të sigurta. Gramoz Pashko pa këtë dhe e kuptoi se qeveria po bënte një lojë të rrezikshme. Ata po përpiqeshin të blenin kohë, duke shpresuar se ndoshta firmat e tjera do të arrinin të mbijetonin. Por Pashko e dinte se kjo ishte e pamundur. Matematika e piramidave është e pashmangshme. Sa më të mëdha të rriten, aq më shpejt bien. Dhe këto piramida tashmë ishin bërë gjigante. Në janar të vitit 27, kur Pashko thiri konferencën e famshme për shtyp, ai solli me vete diçka që askush nuk e priste. Një model matematikor. Shikoni këto shifra, tha ai, duke I shfaqur në një tabel të madhe. Vefa Holdings ka mbledhur $600 milion nga investitorët. Premton të paguaj 40% fitim në muaj. Kjo do të thotë se çdo muaj duhet të gjenerojë $144 milion vetëm për të paguar fitimet. Plus parat kryesore që investitorët mund t'i tërheqin. Në total, Vefa duhet të gjenerojë të paktën $200 milion në muaj. Por të ardhurat e saj reale nga bizneset që zotëron janë më pak se $5 milion në muaj. Ai ndaloi dhe la që shifrat të flisnin vetë. Ku mendoni se po vinë të tjerat $195 milion? Nga investitorët e rinj. Por çfarë ndodh kur investitorët e rinj ndalojnë së ardhurit? Sistemi shembet. Dhe kjo nuk është një mundësi. Është një siguri matematikore. Gazetarët në sallë ishin të heshtur. Për herë të parë, dikush kishte shpjeguar me shifra të sakta sepse këto firma nuk mund të vazhdonin. Nuk ishte më çështje opinioni. Ishte çështje matematike. Por edhe kjo nuk ishte e mjaftueshme për të bindur qeverinë. 2 ditë pas konferencës, kryeministri doli në televizion dhe tha, modelet matematikore janë interesante, por realiteti është ndryshe. Këto firma kanë investime që zoti Pashko nuk I njeh. Ata kanë projekte ndërkombëtare që do të sjellin të ardhura të mëdha. Ne kemi besim te ata. Kjo deklaratë ishte ose ignorancë e plot, ose gënjeshtër e qëllimshme.
Pashko dyshonte se ishte e dyta. Sepse ai e dinte se kryeministri kishte parë të njëjtat dokumente që kishte parë ai. E dinte se nuk kishte asnjë investim real. Por kryeministri kishte zgjedhur të gënjej publikisht. Pse? Sepse e vërteta do të shkaktonte panik të menjëhershëm. Dhe qeveria shpresonte se ndoshta, në një mënyrë magjike, gjërat do të rregulloheshin vetë. Por gjërat nuk u rregulluan. Në shkurt të vitit 27, firma Gjalica ndaloi pagesat. Brenda një jave, edhe Xhaferi, populli dhe cena i bën të njëjtën gjë. Vetëm Vefa vazhdonte ende, por të gjithë e dinin se edhe ajo ishte në prag të kolapsit. Njerëzit filluan të grumbulloheshin para zyrave të firmave duke kërkuar paratë e tyre. Policia u thirr për të mbajtur rendin. Por situata po dilte jashtë kontrollit. Në Vlorë, ku shumë njerëz kishin investuar në Gjalica, turme zemëruar sulmoi zyrën e firmës dhe e dogji. Në Lushnjë, protestuesit bllokuan rrugën kryesore dhe kërkuan dorëheqjen e qeverisë. Në Tiranë, mijëra njerëz marshuan drejt pallatit të qeverisë duke thirrur: "Na ktheni paratë." Gramos Pashko pa këto pamje në televizion dhe ndiu një përzierje emocionesh. Nga njëra anë, ai ndiu një kënaqësi të hidhur që më në fund njerëzit po e kuptonin se ai kishte pasur të drejtë. Por nga ana tjetër, ai ndiu një dhimbje të thellë për atë që po i ndodhte vendit të tij. Në mars të vitit 27, situata arriti kulmin. Qytete të tëra u dogjen. Depot e armëve u plaçkitën. Njerëz u vranë në rrugë. Vendi ishte në anarki totale. Qeveria humbi kontrollin. Presidenti Sali Berisha u detyrua të pranojë një qeveri të re, të udhëhequr nga Bashkim Fino. Dhe për herë të parë, dikush në pushtet pranoi se kishte pasur një problem. "Ne bëm gabime," tha Fino në fjalimin e tij të parë. "Ne nuk dëgjuam paralajmërimet. Dhe tani populli po paguan çmimin." Ishte një pranim i vonuar, por të paktën ishte një pranim. Gramos Pashko dëgjoi këto fjalë dhe ndiu një lehtësim të vogël. Ndoshta tani, më në fund, do të kishte drejtësi. Ndoshta tani do të zbulojë e vërteta e plotë. Por ai nuk e dinte se betejë më e vështirë sapo kishte filluar. Komisioni hetimor që u krijua në prill të vitit 27 kishte një mandat të qartë, të zbulonte se ku kishin shkuar paratë dhe kush ishte përgjegjës. Por që nga fillimi, komisioni u përball me pengesa. Dokumentet ishin zhdukur. Dëshmitarët refuzonin të flisnin. Dhe ata që flisnin jepnin versione kontradiktore. Gramos Pashko, si antar i komisionit për 2 javë, pa nga afër se sa e vështirë ishte të zbuloje të vërtetën në një vend ku të gjithë kishin diçka për të fshehur. Ai propozoi që komisioni të kërkonte ndihmë nga ekspert ndërkombëtar. Propozoi që të thirreshin auditues të pavarur për të shqyrtuar librat e firmave. Propozoi që të intervistoheshin të gjithë politikanët që kishin pasur lidhje me firma. Por çdo propozim i tij u bllokua. Shumë e kushtueshme, thoshin disa. Shumë e ndërlikuar, thoshin të tjerë. Dhe Pashko kuptoi se komisioni nuk ishte krijuar për të zbuluar të vërtetën. Ishte krijuar për t'i dhënë publikut përshtypjen se po bëhej diçka, ndërsa në realitet po mbuloheshin gjurmët. Kur Pashko dha dorëheqjen nga komisioni, ai shkroi një letër të gjatë ku shpjegonte arsyet. "Unë nuk mund të jem pjesë e një procesi që po përdoret për të fshehur të vërtetën në vend që ta zbulojë atë," shkruante ai. "Unë kam ndërgjegjen të pastër. Por nuk mund të lejoj që emri im të përdoret për të legjitimuar një mashtrim tjetër ndaj popullit shqiptar." Letra u publikua në disa gazeta, por nuk pati ndikim të madh. Njerëzit ishin shumë të lodhur, shumë të zhgënjur për t'u interesuar për detajet. Ata thjesht donin që jeta të kthehej në normalitet. Dhe ngadalë, ajo u kthye. Por çmimi ishte i lartë. Mbi $1 miliard ishin zhdukur. 2/3 e popullsisë kishin humbur kursimet e tyre. Dhe besimi në institucionet e vendit ishte shkatëruar plotësisht. Në vitet që pasuan, Gramos Pashko u përpoq të rikonstruktonte jetën e tij. Ai u kthye në mësimdhënie. Shkroi artikuj akademik. Mbajti ligjërata në universitete. Por hija e vitit 27 nuk e la kurrë. Në çdo intervistë, gazetarët e pyesnin për atë periudhë. Në çdo ligjëratë, studentët ngritnin pyetje për rolin e tij. Dhe ai përpiqej të shpjegonte, të justifikonte, të sqaronte. Por sa më shumë shpjegonte, aq më shumë pyetje lindin.
sepse e vërteta ishte komplekse. Dhe njerëzit preferojnë histori të thjeshta, hero dhe keqbërës, të mirë dhe të këqij. Pashko nuk ishte as njëra, as tjetra. Ai ishte diçka në mes. Një njeri i ndershëm që bëri gabime. Një ekspert që dinte shumë por nuk bëri mjaftueshëm. Një profet që paralajmëroi por nuk u dëgjua. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është historia më njerëzore e mundshme. Sot, kur shikojmë prapa në atë periudhë, pyetja që duhet të bëjmë nuk është vetëm çfarë bëri Gramos Pashko. Pyetja duhet të jetë çfarë do të bënim ne në vendin e tij? Nëse do të kishit informacion që mund të shpëtonte njerëz, por që gjithashtu mund t'ju vendoste në rrezik, çfarë do të bënit? Nëse do të dinit se sistemi është i korruptuar dhe se fjalët tuaja nuk do të kishin ndikim, a do të vazhdonit të flisnit? Nëse do të shihet se vendi juaj po ecte drejt katastrofës, por askush nuk po ju dëgjonte, a do të ndaleshit së provuari? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përballet. Sepse historia, siç e dim, ka zakon të përsëritet. Dhe nëse nuk mësojmë nga gabimet e së kaluarës, jemi të dënuar t'i përsërisim ato në të ardhmen. Gramos Pashko nuk ishte as hero, as keqbërës. Ai ishte thjesht një njeri që u përpoq të bënte të drejtën në kohë shumë të vështira. Dhe ndoshta, kjo është gjithçka që mund të kërkojmë nga njëri tjetrin.